Edhe Parku i Energjisë Fotovoltaike në Kakome konfirmon denoncimet e bëra nga pamfleti se Edi Rama përmes një botuesi gazete e katapultoi Oltion Çaçin nga menaxher hotelesh në Durrës në krye të Bashkisë së Sarandës, me qëllim firmosjen e pazareve dhe zhvatur pasuri publike e miliona euro për interesat e tyre personale. Me 1 shtator 2025, kryebashkiaku i Sarandës, Oltion Çaçi, shpalli një ankan të përshpejtuar me vetëm 7 ditë afat për dhënje në përdorim të 60 hektarëve tokë kullot në zonën Heremec, pjesë e Bregdetit Nivic Kakome për ndërtimin e një parku energjie fotovoltaike. Në dokumentacion procedura u paraqit si ankandi rregullt. Ligji për koncesione dhe përdorim tokash publike parashikon afat minimal 45 ditë për dorëzimin e dokumenteve dhe pjesëmarrjen e të paktën 3 subjekteve në garë. Oltion Çaçi e zhvilloi ankandin pas vetëm 7 ditësh dhe e mbylli atë në mënyrë fiktive me një pjesëmarrës të vetëm, kompaninë Park Solar Energy SHPK nga Lushnja. Kontrata parashikon dhënien e tokës në përdorim për 10 vite, me qira 17 lekë për metër katror në vit, një vlerë qesharake për tokë bregdetare dhe për një biznes energjie me fitime të larta të garantuara. Pronar të kompanisë Park Solar Energy SHPK, që përfitoi 60 hektar tokë publike në Kakome, rezultojnë Paqësor Buzi dhe Agim Xhindoli, ndërtues me precedent penal për mashtrime fiskale dhe përfitues të vazhdueshëm tenderesh e leje ndërtimi nga qeveria e Edi Ramës. Ky fakt tregon qartë se kemi të bëjmë me një pazar të parapërgatitur. Një raport i Shishi për cilë organeve të hetimit zbulon se në këtë grabitje të pasurisë publike, kryebashkiaku Oltion Çaçi nuk ka vepruar vetëm si zbatues i një urdhri politik, por edhe si përfitues direkt. Sipas informacionit mbërritur në pamfleti, Oltion Çaçi rezulton ortak ilegal me 25% të aksioneve në këtë park energjetik fotovoltaik, në bashkëpunim me Paqësor Buzin dhe Agim Xhindolin, të cilët ai shpalli fitues përmes një ankandi paga reale. Përfitimi i 25% të aksioneve shpjegon edhe motivin pse Oltion Çaçi firmosi procedura dhe dokumente fiktive, duke e paraqitur projektin si zhvillim ekonomik për banorët e zonës. Në realitet kemi të bëjmë me një pazar privat energjie që ushitet banorëve të Nivicës si interes publik, ndërsa një pjesë e konsiderueshme e fitimit përfundon në xhepat e kryebashkiakut dhe klientëve të Edi Ramës. Fillimisht Oltion Çaçi firmosi dhënien e 175 hektarëve tokë publike. Pas protestave të banorëve të Nivicës, sipërfaqja u reduktua në 60 hektar, të cilat përfunduan sërish në duart e Paqësor Buzit, Agim Xhindolit dhe vetë kryebashkiakut të Sarandës. Ky rast përbën grabitje të organizuar të pasurisë së shtetit dhe të banorëve përmes mashtrimeve, falsifikimeve, procedurave fiktive, ankandeve të rreme dhe korrupsionit të drejtë për drejtë. Kemi të bëjmë me krim ekonomik, objekt hetimi për spakun, pa përjashtuar edhe aferat e tjera që Oltion Çaçi ka realizuar përmes tenderve, taksave lokale, lejeve të ndërtimit dhe kontratave të qeras me pasuritë publike.